Faleminderit shumë që keni ardhur, po shoh shumë fytyra që në fakt i njoh, po edhe po shoh njerëz që nuk i njoh. Shfryzostrën mu prezentu, jam Liza Gashi, për ndryshi për udhëheci organizatën një qeveritare Gërmin. Organizata Gërmin është një organizatë e re në Kosovë, dhe që pikësinim bazë ka diasporën. Ideja kryesore e Gërminit është me sjellë një frymë të re në Kosovë për zhvillimit. Shumë shpesh na kanë vetë njerëzit pse Gërmin, dhe po i shpjegoj pak. Gërmin rrjedh për fjalës germinal, që do të thotë murrit prej lulave, prej farave në lule. Ideja pas për këtë emër rrjedh për shkrimtarit francez viteve shekullit 19, Emile Zola. Zola ka një novelë që thirret Germinal, dhe në këtë novelën e Germinalit Zola trajton ose përdor shprehjen Germinal për me trajtu një kaust minatorëve francez në atë kohë. Edhe ai është Germinali si mbjellje të farave për me pas lule më vonë. Edhe na si grupi të rive, që jemi në organizatën Gërmin, e shohim punën që jemi të e botash, si mbjellje të farave, e ndoshta, kadal, do të arrijmë një pikë ku fillojmë me pas korrje të sukseseve, po jo individuale, gjithmonë të shku ka ajo grupore. Si shqiptar njihemi kudo në botë për individ, njohim Rita Orën, Dua Lipën, Nanën Tereze plot, por shumë pak kemi historie kolektive. Që për neve si grupi i ri është shumë e rëndësishme me fillu me përçuqet mesazhin pozitiv të historieve të shqiptarëve në mënyrë grupore, që me mujt me fillu me adresu dhe problemet tona të brendshme. Besojmë shumë që mënyra më e mirë për me hecë Kosovën përpara, po dhe troje tjera në Ballkan, pa marrë parasysh, është tu e afru trunin e diasporës. Shqipiksenimi jo në bazë është diaspora, e mandej njerëz e ri këtu në Kosovë. Unë për shfrytëzoj rastin më shpjegoj që pak sot prezent kemi këtu Kallxo.com. Kallxo.com po na përcjellin çdo takim live. Gjithë ju që keni smartphone, që doni me nda, jeni pashtu live në Kallxo.com. Dhe me unit lirë, se mbi gjitha ky bashkëbisedim do të jetë shumë informal edhe i parafërt. Ne do të fillojmë bashkëbisedimin me dy mysafirët tonë shumë special që kemi ftuar sonde, po nuk do të ndalemi shumë pyetje përgjigje. Ideja është që të kaloj mikrofonin tek ju dhe t'ju japim hapësirë jo me bë pyetje direkte për dy mysafirët tanë. Bashkëbisedimi do ndodhë në gjuhën shqipe dhe angleze, me vetë faktin që Suzana e ka pak problem gjuhën shqipe, mirë po do kemi këtu Lavdin që do të përkthejnë në spand pjesën e Suzanës. Atëherë, faleminderit shumë që keni ardhur. Këtu prezent kam Salim Musliun, një prej njerëzve të dashur të Gilanit, që ka larguar në Gilanit një kohë, jeton dhe vepron në Frankfurt e Gjermanisë, artist i madh dhe një njeri shumë i zellshëm, edhe i aftë me trit, i afërt shumë me trit e Gilanit. Kum taku vitin e kaluar Saliun me një nej të rive, dhe më kalon atë shumë përshtypje qysh ky mundohet mi angazhu njerëz të rinj Gilan, dhe qysh ky është aspektin e diasporës edhe involumin e diasporës në qytetin tonë. Musafir tjetër kemi Suzana Shkrelin. Suzana është prokurore në shtetin e Michigan, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu ka qenë kandidate e Partisë Demokratike në zgjedhjet e kaluara të Kongresit Amerikan për distriktit të Michiganit. Unë pa humbë kohë e kisha kalu mikrofonin te Saliu, dhe prandaj te Suzana, veç pak a shumë po dojmë me na shpjegu për janës juaj, me na tregu pak kush jeni, çka bëni, edhe pse pranut këtë ftesë. Është pak siklet me fol për vetje, dhe mirë po do të provoj edhe unë atje, ashtu. E krem më s'kesh. E halli është po. Unë quhem Salim Musliu, jam prej Gilanit, do me thonë këtu, që 7 vite fitoria ka marrë, ka thonë, hajde po shkojmë në Frankfurt atje, dhe për 7 vite jetojmë atje në Frankfurt. Natyrisht ndjenja e me madhe shumë për Gilanin, po sërish. Edhe për gjithë shqiptarët, pa diskutim. Profesioni jam është piktor, kom pas fillu studimet këtu në Fakultetin e Arteve në Prishtinë,
të profesori veç i ndjerë tani, mirë po jashtëzakonisht i njohur Muslim Ulliçi. Pas vdekjes tij, domethënë mbeta pa profesor dhe lëpsha një alternativë tjetër ashtu. Edhe kisha një adresë të mirë, po menova tash po për Düsseldorfin atë po mendojsha. Është një akademi e cila e gëzoni reputacion botnor atë kështu edhe pata po idenë e kisha që të shkoj atje dhe mendojsha që të edukona në atë frymën e tyve atje edhe po mos me harru, po më kujtohet, është një mik i jam, një më ka pas thonë një farë fjale, është mirë mja gjithë mësusin vetit, apo të mirë mja gjithë mësusin, edhe nëse ja gjuhën vetit, po me në një mësus të mirë, atëherë më zhvillohen do sene kështu gradualisht, edhe po. Edhe po, qka me kalëcu, diçka po, unë e kom po do ekspozita, do që si gjane, e kom në aktiv, do me thonë, i vetë misen që kryesisht vetët ja kom kushtu, po me në kështu 100% është piktura, natyrisht fitore të si janë, është edhe halli është kështu, kryesisht piktura ka qenë ajo që mi ka lidhë kom të në kohën, edhe ajo ka qenë një gjatë që do të ma jep një fascinacion që me ndjek të nesërmë në këllin ashtu dhe me ndjek një andër cilën e kum pas qysh edhe prej ma herë, do me thonë qysh ma heri ashtu. Liza mundësish me më puna i shaj nëse duhet me kalu mikrofonin a diçka se edhe qysh, une mi thonë drejtën ka njerë kështu dhe kom problem me unisën apëten. E ku t'ja nisi të nëj problem është me mnadën, e kështu zi, po, atëre kom knacina. A jeni mirë, si jeni? Unë jam Suzana Shkreli, jam linduar në Amerikë, rritë në Amerikë, në Michigan. Kam babën prej Ulqinit e nanën prej Mëlsia Mallë, Buz Dinosh në Tus. Jam i prokurore në Amerikë për viktimeve fëmijë, për sexualisht. And that's the extent of my Albanian, I'm kidding. Hey! Se trepnohet me fol, se nuk di me fol shumë mirë, and I'm learning, so this is helping me. But I'm incredibly pleased to be here in Kosovo for the first time, and the coffee is amazing, the people are even better, and I look forward to coming back again. As you know, many of you know, I ran for Congress in Michigan. During the short campaign, we received a lot of recognition as the first Albanian American female to be the general candidate for one of the two major parties in a general election, endorsed by President Obama. Got to meet President Bill Clinton, which was an incredible moment for me and for our community. And since then, I've gone back to work as a prosecutor. I've been asked to conduct meetings on behalf of the embassy in Albania on victim rights. And, I look forward to continuing my relationship here with Albanians throughout the world. I'm so proud of my origin, proud of, the beautiful land that we have, the language that we have, the history that we have, the culture, the food. And, I look forward again to many more. Thank you. Jam e lumtur që jam në Kosovë, do thotë jam prokurore, kam kandiduar për njërën nga partitë më të mëdha, Partinë Demokratike, dhe gjithashtu jam prokurore nga President Obama. Pastaj jam kthyer përsëri në punën time si prokurore dhe jam shumë e lumtur që jam këtu në Kosovë. Besoj që në bashkohet në ndërkohë. Kisha këty kohjen e bashkëbisedimit, organizata thash që ka fiksionim diasporën. Po jo në sensin patriotik edhe idenë që hajdeni, ndihmonani, investoni, ose kur vini verës, për shumë publik kemi dhe shumë njerëz për diasporës,
që mu pa si pjesë e materiales. Mendoj që së shoqëni kemi nevojë për një kaust për bashkët e cila e ka lënë vetë materialin, për më konë edhe ma shoqënore. Gjithë ju që vini për jashtit e keni këtë idenë që arsyeja nështë një për arsye pse vini këtu është familja dhe rajt, po jo domosdoshmërisht fëmijët e juaj e kanë këtë lidhje me adeun që ju e keni. Kështu për neve shumë e rëndësi me gjetë dhe që modalitetin tjetër për me afru gjeneratën e dytë, tretë, edhe që ka mundemi na si shtet i vogël me për me afru një diaspora ashtë madhe. Në fakt, 45% e populatës jeton brenda jeton jashtë. Flitet që janë rreth 800.000 kosovarë që jeton jashtë vendit, që kur kthehen shifra ekonomike, është 17% e GDP-s, do të thonë produktit bruto, që është remitancë e diasporës. Për në fakt, kjo remitancë e diasporës përshkon në konsum, edhe për te konsumit shkon tek produktet e vendeve shqinje, jo në zhvillim këtij vendit. Është rëndësishme me fillu me bodhe këtë debat mbrendshëm, që me gjallu ka kjo pjesa ekonomike, po jo me ju pa juve vetëm si vlerë monetare, po me pa këtë pjesën e rolit ju si profesionist. Shumë shpesh të paktën për diasporën e Zvicrës e Gjermanisë, ju referohen me terma shaci, erdhën të jashtit, ose ju akuzojnë se pilin e kirët parkume dikun tjetër, pëthojnë pëse s'pëna shqit një pak kulturë, e terminologji ndryshme. Po çdo biznes vogël, edhe të mesëm që takojnë këtë vend, shpjegon që pa prezencën e juj, ata shumë thjesht e kishin pas probleme ja dalë me mbyll vitin. Po nuk është prezent, të më thonë vetëm pjesa biznisit, është dhe kjo lidhja jonë që kemi unë të paktën kom daj, kom hala, kom teze, e kur i takoj, mësoj shumë për punën që ata e bojnë, po edhe për sfidat që ata i kanë. Që po du me ditë pak cilat janë sfidat e një shqiptari jashtë vendit, si në Gjermani, si në Amerikë, në punën që ju e bëni edhe në mënyrën që ju integroni në shoqëni. Që mendojna që ju e keni shumë letë. Më fani. Unë po besoj që rruga dejtë një pike caktume, natyrisht që mbrapa vetit e ka një punë shumë të madhe, se për ndryshe një rezultat i mirë, po flasëm, nuk ka mundësi veç haj që ashtu edhe me ndodhën, po mendoj që duhet me qenë në rend parë, duhet angazhimi, puna, përkushtimi, disiplina, edhe një këmbgullësi, do me thonë, që për me adhon vetit një satisfakcion që je që aty edhe me dëshmu që këda që kur e ka bo pozoja i Gjoni ose Hansi ose i tjetri, që ka ko Shabani, që nuk e vën ata, do me thonë, është edhe tjesht një këmbgullësi, natyrisht me një disiplinë, ashtu. Unë për marrë kështu ati vetë, po menoj për vetit, do të marrë si shembull të shkurt, ashtu që jo si e ku më bon nomin, se po du më konë shumë i hapën adi me juve, po sensi është kështu, është sensi që e di që mbrapa me do me thonë, është një sakrificë berge e madhe. Më kakoj do me thonë me hinë Champions League, vëdhe në ashtu. Ajo andra em ka qenë që edhe qysh, po du me hinë në Champions League edhe, por me hy që atje e kumë pa që këda se do është punë me bo shumë të madhe, me ullë kryt, me punu shumë, edhe është një pikpytje shumë e madhe, a do t'ja rrinë apo jo, po, a do t'ja rrinë është edhe qysh, është jashtëzakonisht është një gjë irrelevante, sepse është mjafton mja dhonë veti, do me thonë, satisfakcionin që ti jetu hes me një rrugë cilën je ka e dënë shumë, edhe je ka e ndjeka, për dhe nështë. Jënë që të është natyrisht shumë premisa duhet, ose parakushte për me u zhvillu një diçka me një drejtim caktuar, është natyrisht që duhet edhe parakushtet me egzistua, nështë sikur se një lullin, ose ja e dritën ajo, ose nuk jep mjaft uja, jo natyrisht që zhvillohet, mirë po zhvillohet pak me hendikepet ndryshme që po di. Po çka po du me thonë është kështu, është
Unë e kum pas fatin, po një kursisht edhe bekimin që kur shkova në Düsseldorf i takova të njerëz, po menoj profesorët e mi që për me ishin Champions League. Edhe janë disa njerëz që e përfaqësojnë sot artin e, po menoj artin botëror, apo është kështu. Me automatizëm unë deshke mu boj djali shumë i disciplinum, do me thonë, jo ma i shqiptari që është na i kemi do neglijenca, kështu. Këto janë veti tona, apo dhe natyrisht janë, po menoj njerësht janë disa veti tona, mirë për nuk është diçka që nuk mësohet, edhe ne dim të jemi disciplinum, të ndjekim një diçka caktume, do me thonë, një vit caktume ashtu. Mi ju thonë drejten, edhe qysh është, më kujtohet, i përfundova studimet edhe erdha te Fitoria, që ishte këtu Fitoria, edhe një ditë qëtu në hotel me do shok, koleg, mesin e tymve ka dhe këtu, po menoj disa Viktor është Luane, do tjerë këtu që takum, po menoj këtu në hotelin tonë, edhe një prej tyme më boni një pyetje, më boni të çka mësove të aty, në qëtë, po menoj në Düsseldorf çka mësove, ajo ka qenë pyetja më e vështirë, u kujtova pak, në me dhaj pat një durim e më pritë dheri se adit kujtona pak, edhe e di që ju përgjegja kështu, tash, ku mësu me qeni disciplinum puna, dhe ne, puna kër e punoj, tu që aty me qeni disciplinum. Qëtash po duja me vazhdu se Susan, if you could tell us a bit more about the challenges you feel are for an Albanian American and what it is out there for you. I think it's the coolest thing to be a first-generation American, I have to say. You take the best from your culture and the best from your new culture, and you try to implement one culture. And that's the beauty of America, is that you can have a heart big enough both for the country in which you live, which is America, as well as the country or countries from which your mother and father are from. Mendoj që gjëja më e mirë është të jesh amerikane gjeneratës parë, sepse do të thotë merr më të mirën e kulturës tënde dhe më të mirën e kulturës amerikane dhe i bëjmë bashkë. Do të thotë jo kulturës të cilës ti ke lindur, por kulturës prej të cilës babai dhe nëna juaj vinë. To have this history of BSA and to see the respect that is shown, that is very, very important to our culture, is a beautiful thing as a first-generation American. Dhe do të keni historinë e besës ose respektit i cili tregohet, është shumë e rëndësishme për mua si amerikane e gjeneratës së parë. It becomes difficult, however, when you get a little older and you have to explain to your friends that you can't sleep at anybody's house, or you can't go certain places because you have a strict family. Më vonë kur rritesh, bëhet pak më vështirë kur duhet më ju tregu shoqërisë që nuk mundesh me fjetë në shtëpinë e dikujt ose nuk mundesh me shku në për vende të caktuara sepse duhet me marrë lehë për familjes. But it's part of the experience, and it makes us a special type of person. And por është pjesë e përvojës dhe na bën neve persona të veçantë. We still in America, we value family, we value faith, we value hard work and discipline, and when you come to America from a lack of opportunity, you work incredibly hard, which is exactly what my parents did, and every other Albanian family that is settled there as well. Akoma në Amerikë do thotë e vlerësojmë familjen, e vlerësojmë besimin, e vlerësojmë punën e rëndë ose punën e vështirë, dhe kjo është ajo që kanë bërë edhe prindërit e mi kur kanë ardhur në Amerikë, do thotë kanë punuar shumë, dhe kjo është çfarë bëjnë shumica e emigrantëve. And sometimes as Kosovo or Albania or Malësia Molla progress, sometimes the mentalities stay the same. As when my parents immigrated in the 70s, sometimes things are still a little outdated. So as our areas here progress, we kind of keep the same mentality for certain things, which is another challenge. Dhe ndonjëherë kur Kosova, Shqipëria ose Malësia ecë tutje, megjithatë mentaliteti ynë atje mbetet të mbrapa. Për shembull, prindërit e mi kanë ardhur në vitet e 70-ta dhe akoma janë të lënë mbrapa, edhe pse Kosova e Shqipëria ecën, por disa gjëra akoma mbeten me të kaluarën. Më du në altë kjo pjesë familjeve perfekte dhe gjana që mbesin për shoqënisë.
Të shtunën patëm një bashkëbisedim me Suzanën në qytetin e Kamenicës, ku Suzana pak shpjegon këtë pjesën e shqiptarëve në Amerikë që mundohen me mbajt traditën shqiptare, po të njëjtën kohë janë shumë strikte dhe dojmë gjithmonë me prezantu familjen perfekte. Similar to what you've just told us in Kamenica. There's this pressure, this pressure that we as Albanians experience. We have a lot of pride, we have a lot of honor, we have a lot of food, we have all of these things that make us who we are, that serve us in good ways. But we also have challenges in that respect as well. What I see in the courtroom every single day is young Albanian men and women who are addicted to drugs, and instead of talking about it amongst one another and seeking help and leaning on each other, healing together, moving forward, it's let's hide from it. Let's project this perfect image of a perfect family. Let's let my neighbor think that everything's perfect and everything's good, even though we know to our core that as human beings, we are not perfect. We are going to make mistakes, but we have to create a less judgmental society and a more accepting one. And that is the tone, whether you live in Kosovo, Macedonia, Chameria, Shqipni, New York, Dallas, Chicago, it's still very present, and we as a community cannot move forward unless we are leaning on each other in good times and in bad. Pra është ky lloj trysnie, se ky lloj presioni që ne si shqiptarë kemi, do të thotë krenarinë, kemi nderin, kemi fytyrën, do të thotë kjo është faktikisht ajo që na bën ne vetë të jemi si shqiptarë, megjithatë gjatë punës time të përditshme në gjykata shoh shumë shqiptarë të rinj, cilët janë të dhënë pas drogës, edhe do të thotë në rast në vend se me kërku ndihmë, me bisedu, ata mundohen me fshekë, sepse është ajo çështja që fshiu em le të mendoj që ne jemi perfekt, dhe do thotë kjo e krijon edhe një lloj problemi, po ne duhet ta krijojmë një shoqëri që është më pak gjykuese, sepse dhe kjo duhet krijohet pa marrë parasysh ku jetojmë, qoftë nëse jetojmë në Kosovë, në Shqipëri, në Malsi, Chicago, Amerikë, kudo. Të kjo pjesa shoqërisë gjykuese dhe kësaj idesë me dalë me pa diçka më ndryshe. Shpesh mendojmë që të pa këtë rastin e Kosovës edhe izolimin që na ka bërë total, jo me dëshirë tonën, po shumë thjesht na u ka imponu. E sidomos nëse jeni i ri, 25 vjeçare, nuk sheh shumë dritë në fund tunelit. Gjithmonë migrimi është alternativ. Edhe mendojmë që është më së miri, po shumë pak e dim që është me jetu në atë vend. Më përdu me ditë për janës ju i cili në fakt është, mendoni që është roli që diaspora në këtë rast mundet me lujt për me kalu informacion tek dritë e Kosovës, tek njerëz të Kosovës që rruga ilegale nuk ka rrugë duhur, me ardhë në Gjermani pa e njoftë kërkën, nuk është qaq lehtë, edhe nëse vjen nuk ka me të prit, nuk kanë me të prit me luna, do me ditë cili është roli që ju kishim mujt me lujt, çfarë mendoni që diaspora mundet me bu për me pas një qasje pak më të afërt me dritë e Kosovës edhe cilat kishin qenë alternativa që mundemi me punu në këtë drejtim. Nëse keni menduar gjithmonë? Po natyrisht është kështu, unë s'kam shumë diçka në këtë aspekt diçka për me po natyrisht se s'kom mendu mjaft edhe për këtë çështje, po janë disa segmente të vogla të cilat është mirë ndoshta edhe me i pa të rinia jonë që cilën e kemi, ne kom një besim jashtëzakonisht madh, po mendoj te se vrehet një farë lloj vitaliteti apo vrehet një farë lloj vitaliteti dhe posaçërisht në dizajn, në disa gjana, me një branshë e cila dhe unë pak a shumë edhe një segment pak a shumë që marrë erë në që ato gjana, është handicap, është jashtëzakonisht një handicap i madh, do me thonë me izolu një rini, po menoj. Edhe është po menoj, nuk është hiç e drejtë kjo që apo ndodh me rinien tonë, se është nuk po ka mundësi me qenë pjesë një informacionit e cila është atje jashtë. Edhe pse çdo kanal po shfrytëzohet këtu me vjedhë një farë mënyre çdo informat nëpërmjet
internetit e të qytyve, po më segmenteve ndryshme elektronike, mediale, që po t'jon që me mujtë me marrë një informat edhe me përpunu formën e tyve, çfarë këtu kryesisht i kum pa shumë njerëz që tregoj kreativitet jashtëzakonisht të madh. Natyrisht ka atje hala, shumë atepër se po më me pa, me studiu, me analizu edhe po. Unë për veti shumë e një vetën keq, posaçërisht kur është fjala që është një vend i izolum i cili nuk e ka të drejtën me pas një informat cilën e ka për shembull ai në Belgjik, Holand apo Gjermani apo